Pak ditë më parë bëri buj lajmin se Kuvendi do të hapë një televizion të quajtur Media Hub. Propozimi u bë byros së Kuvendit dhe duket se mazhoranca do një televizion të vetin, ku të transmetoj aty çfarë të dojë ajo dhe jo çfarë duan mediat. Por ky televizion nuk do të jetë risia e vetme e këtij viti, pasi në dokumentet që ka siguruar pamfleti parashikohet që do të shpenzohen gjatë vitit 2026 afro 262 milion lekë të reja ose afro 2.7 milion euro për funksionimin e Kuvendit dhe qejfet e deputetëve. Në regjistrin e prokurorëve të Kuvendit parashikohet se vetëm për karburant do të shpenzohen 25 milion lekë gjithmonë të reja, për ujë të ambalazhuar do të shpenzohen 1.2 milion lekë. Media Hub do të kushtoj afro 42 milion lekë, ndërkohë bie në sy një element se mazhoranca ka në plan të ndryshojë karriget e sallës së seancave plenare dhe kostoja do të jetë 20 milion lekë të reja. Nëse llogarisim se salla ka 140 deputet, por duke përfshirë edhe ministrat dhe karriget e rezervë, llogaritet që nëse merren 200 karrige, të ketë një kosto prej afro 1.000 euro një karrige. 4.2 milion lekë do të shkojnë për mirëmbajtjen e makinave që ka Kuvendi dhe që i përdorin kryetari, nënkryetarët dhe personat e tjerë. Ndërkohë 40 milion lekë, afro 400.000 euro, janë planifikuar për bileta udhëtimi. Pra në total Kuvendi planifikon të shpenzojë 261.284.917 lekë. Këto janë vetëm shpenzime për prokurime nga Kuvendi. Këtu nuk futen pagat dhe dietat e deputetëve, të cilat shkojnë afro 4 milion euro në vit.